gëzuar Shën Valentinin. E dashura jon. Ju faleminderit. Po duar bosh thuaj, vjen ju duar bosh. Duar ditën e beqarëve Monika. Se sot është ditë e shtofshin beqarëve. ditët si kjo të lumtura. Po ne të trejemi beqar. Bofshim. Unë jam beqare. Edhe unë shteti nuk prononcohesh, ti je në lidhje të komplikuar shumë. Jo, ka një pikë pyetje po lere. Shtu ndjel jam beqar. Shtu ndjel. Vetëm fundjavë. Ditëjavë Kur e jam fillon? punë. Shtu në mëngjes apo po? Ditëjavë jam punë. Po ç'ishte ky Shën Valentini i vakët, që gjitha ndër spam as si festa as. Asnjë. Edhe në big ishte i vakët. Po mirë, po u frym zemrat dhe u çfrym zemrat pas 12-s. I vakët fol për vete ti, po pyet Dasaren ti që kemi dy ditë që s'pe kapim. Ajo po e shijon të Shën Valentini. Alere të mërkurën do të japim ne, do ta marrim këtu. Një për një do na tregoj gjithë. Telendisi mirë. Po ato çiftet e bigut, mora, ato çiftet e bigut, mora. Ose s'ka çifte. Po ku janë çifte? Ka çifte, ka një që ishte e nxorën jashtë Dërnia. Senën edhe Vernozin ato mund të kishin bërë super dasëm. Ai Vernozi kishte mërzitur te Ledionin pas se çfarë. Se ç'kishte thënë, dhan kaq lek, dhan aq lek, e kishte heqë Ledioni, pas ka marrë dhe lek domethënë Vernozi. Po bravo. Po këtë ditë që s'ka marrë kokër leku. Ai edhe pas ka marrë që ka ku. Hajde. Grupi ama si duk dje prajmi Shën Valentini, do doja ta nisja një herë me një ngjarje që e tëroj që gjithë vëmendjen edhe tentativë prap. Do ma bësh te sikur po jep lajme të ngjarjen, sa ashtu është bosi lajm. Se bëj dot. Se bëj dot se lajme. Nuk shet lajmi është i rëndësishëm, ndërsa ky nuk është lajm i rëndësishëm. Po puna është që ai Kristi domethënë tentoi edhe një herë tjetër për të ikur, prap nuk iku. Prapur i kthye, duket sikur i ka humbur gjithë forca për të luajtur. Pyetja që mbase shumë njerëz bëhen, a është më Kristi lojtari i fortë? Të nisun apo do nisun? Ti që e ke pik dobët se ti di që unë do shpërthet direkt, kështu që. Jo, me thënë drejtë, gjithë kemi mbështet Kristin, kemi thënë që është është lojtari i fortë. fortë. Jo, unë vazhdoj të mbështet. A është më lojtari i fortë? Tani, unë mendoj që përsëri Kristi këtu bëri një lojë. Duke ardhur dy zarfa të zi brenda dhe u kuptua që shumë mirë do t'ishte Kristi një nga ata që do futesh në eliminim aq më tepër me mirin, unë mendoj që gjeti një lloj strategjie përsëri për të kaluar nga muri dhe në fund, nëse ti e shikon, ai ndeti në prajm vetëm. Pra i tha që po të doni më nxirni ju publik. Pra nuk u ballafaqua miri me Kristin, dhe pastaj në një nga këta do kishte një eliminim ose dënim ose varet se çfarë kishte menduar vllai i madh, por ai mendoi që të dilte direkt ball për ball me publikun. Nga e bindur ti që është strategji. Çfarë të bind? Më bind sepse unë në mënyrën se si ai e pa të gjithë pa agresivitetin është rastësi. Jo, unë mendoj që është rastësi. Unë mendoj që ai pati dy momente, edhe me Geraldin, si e ka ai që kur s'kam për të mësuar Bernardin. Jo. Me lagjen me ujë edhe me mirin, ai ishte shumë i bindur që tani do ishte në këtë fokus. Dhe tha, unë nuk do ta marr fokusin kështu, do dal drejt për publikun dhe me publikun ai fitoi. Tani, avokate Monika. Po, sa po bëri një mbrojtje, po avokati djalli. Tani, po. Shumë e thjeshtë që ai djalë ka nevojë një herë të çohet tek një psikolog, ka shumë nevojë, sepse unë shikoj shumë të ngarkuar psikologjikisht dhe emocionalisht. Ai për mua është tipik nga ato kalamajt e llastuar që nëse nuk ka vëmendje, nëse nuk i jepet çfarë do që kërkon, ai do protestojë në mënyra të ndryshme. Si puna kalamajve që shtrihen nëpër tokë për plasin këmbët. Çajin ai ka gjetur këtë mënyrë revolte që shkon hyp ke muri, del atje dhe bën presion produksionin që unë do të dal, por nuk është loja ajo. Po loja. Po nuk është loja, nëse vëmendja është, e mori vëmendjen ai. Derisa diskutojmë ne e mori vëmendjen. Okej, merr një futbollist dhe dile luaj me tifozët, pastaj merr me tifozët jashtë. Jo, po goli bot në fush, nuk bot në shkallë stadiumi. Po luajti për Po bravo, e luajti dhe e pam se si e ka luajtur. Un kam parë 2 herë Kristin, domethënë se si është Kristi në të vërtetë. Pra Kristi është i dhunshëm për mua dhe këtë nuk ma heq njëri nga mendja. Kristi është arrogant dhe Kristi nëse s'do ketë kamër nuk e di se si mund të reagojë ai njeri. Pra kur ti reagon 2 herë, okej me rogersin ja bëri për borxh. Po mirin, pse thot mirë ham gjuj, ham lak, e provokoj. Dhe ti duhet të reagosh, po kjo pra tregon. Kjo tregon. Loj, e bekoj ai me ujin e bekoj. Tha, ujin
është bekim. Ai Është bekor, pasërti, ti laj. Ti laj. Për mendimin tim ai do të edhe jozin aty ti bot edhe një. Jo, ma jo. Ta bekohet ta po jo po kshin bi pastaj. Po kshin bi. Dëgjoj ç'a ndryshimi kanë. Që i kemi dënuar një herë. Trini ç'a ndryshimi ka. Ajo është dhunë. Jo, nuk është dhunë. Dhe ata është dhunë psikologjike që i ka bërë dhe Rogeri, orën minutë duke i thënë çfarë sensualiteti, çfarë mjafton Ole Rogerti më mirë çai ka bërë. Mirë se ka prek në atë pjesë. Mirë nuk e ka prekur, ishte në lojë me mirë. E di ku e kuptoj unë, mjafton të shikosh mimikën dhe fytyrën. Tregon shumë, duket kur unë drinin e lak për ta ngacmuar, se dhe qesh, dhe drukesh, dhe unë do të lak të bëj qu, po dukesh, ose të equn, Monikës, të ka përgjën më shu. Imagineri dhe më të në Shqipe. Po unë e qa me qeshme. Po ti qa do i bëj edhe një po të bënd të këtë gjë? Jo, qa do bëj në këtë bëj në nërë. Ja, thjesht do të shikoja dhe do të thoi, flasim jashtë. Ti! Flasim aty në arena. Njëri që... Por, absolutisht... Vetë përmbajtja e jote se... Nuk di që do i kisha bërë. Po të e ndryshon pra Monika me Kristi. Tani, pyetja është, si do vijë rrugtimi i këtij lojtari me një parashikim, domethënë vazhdoi të njëjtën gjë, do ketë 2 javë vllai, po mua më duket sikur nuk ka më energji, sikur i kanë shterur energji. 2 javë do gjej një mënyrë, inshallah do zoti nuk bëj produksioni rrjet aty, se do gjej mënyrë se si dali nga rrjeta. Tani me zor nuk mban një rrjet aty, ose nëse do më dal do e gjesh një mënyrë më dal, po. Unë mendoj që ai tani duhet të fillojë të gjejë strategji të re. Pra u doq përfundimisht me hedhje, daljet, besoj që edhe sikur në një moment të mendojmë që produksioni i jep bonuse këtij lojtarit, këtu dhe produksioni e ka mbyllur si... Kam edhe një argumentimin, unë dyshoj që kjo loja vetëm, e tha dhe dikush mbrëm, nuk mund të vazhdoj për një kohë të gjatë. Sidomos në atë format. Pra ti vetëm nuk vazhdon të gjatë, ai është vetëm tani. Vetëm nuk luhet, sado që... Ti mund të lush vetëm, po mund të përballesh me Drinin, me Monikën dhe je vetëm. Nuk bësh grup. Asnjëri pas ti tani, nuk është Unë mendoj që vetëm nuk e luan dot. Vetëm do ta luash vetëm nga fundi. Atëherë pyetja është me këmbë. Mua vazhdon nuk më ikën nga mendja ajo hedhja në qafë që ai bëri mirit para 2 prajmesh. Pa lidhje. Dhe kjo tregon që kemi me njëri që mbas Po jo, nuk e jam kundra. Si më ti hidhesh në qafë, pastaj nominon, pastaj lag me ujë, pastaj... Është tjetër situatë, ju lutem, në momentet, unë dua ta besoj kështu, nuk diskutoj. Unë dua ta besoj kështu, që ka aty momente dhe ti e di shumë mirë Meridian, që ka nevojë që ti shkone, përqafone, ato që janë të ndjeshme dhe që unë mendoj që të gjithë ne i lexojmë to, të mos i prekim. Pastaj vin situata, provokime, gjëra, ujëra këto patjetër që kalon ajo dita pas 2 ditë, 3 ditësh ti del në atë tënde. Unë mendoj që Kristi tani duhet të shikoj a do filloj lojën, a do bëj aleat, kë do afroj tani me lojë. Mund të jetë Kristi dhe Selin një aleancë fort? Po, unë e mendoj sepse po ti shikosh njëri me tjetrin, ata janë njëri me tjetrin, pavarësisht se ai shumë herë ka gozhduar mirin, po të thuash, dhe asnjëherë nuk i ka i është hedhur Stelinës, ti thot që ti shiko si vete ti me një... E ka të gozhduar me mirin. Stelina e ka furnizuar gjithmonë me informacione, me këshilla. Mendoj që Kristi nuk mund të ketë aleat me Selin, pra që kosa Stelina është qenë vëmendje dhe është lider shtëpie. Kristi e vuan këtë pjesë të rri afër një personi të cilit i merr vëmendjen. Ai më shumë ndoshta mund bëj debate me Arditin, unë pres tashmë që të ketë debate. Jo, më shumë se debate duhet kuptoj, nëse ju e keni ndjekur me kë mund të afrohet më shumë Kristi. Unë mendoj që Kristi është i paparashikueshëm. Kristi tani afrohet, tani të shan, tani të lag, tani të puth, tani qan për ty, tani prap bën njëjtën gjë. Pra ai është shumë lunatik dhe shumë luhatshëm. Thash, po unë për muaj po kalon një moment. Megjithatë më bëri përshtypje një detaj që duket si i parëndësishëm, por shumë i rëndësishëm që produksioni donte ta nxirrte në pa. 73% e votave. Disa shifre lartë është mbështetjes për të qëndruar në shtëpi dhe kam përshtypjen që produksioni jo më kote thotë, atë se dhe mund thoshte, publiku ka vendosur që të kthehesh. Sepse unë mendoj që realisht Kristin e mbështesin shumë veta jashtë. Po pra. E mbështesin dhe ka, dhe prandaj po të them që ai djalë është aq shumë i zgjuar sa ta unë do të shmang eliminimin me këta të dy, unë do shmang dhe të dalë publikisht sepse ai e ka ndjer. Ka dhe një nuhatje, ne e dim të gjithë aty, që ne e kemi nuhatjen. Dhe ai e ka një nuhatje që publiku e do dhe prandaj thaj, unë jam dakord, më vendosni përpara dëshirës së publikut. Po nuk do të jesh dakord për këtë pjesë, nuk e vendos ti kur der para publikut. Po ja ka vendosje ai. Për sa i përket 73%-shit,
unë duhet ta di sa kanë votuar pastaj. Nëse tim thuaj më 73%. Se shumë mund të kenë votuar 10 vet, Po. 7 kanë qenë Edhe pro, kjo është shumë e vërtetë. 3 kundër ose 6 Kur e thua gjysmë po, 3 përqindjen, është mirë kundra. të thuash edhe Po pra, total, në 100.000 ke shumë drejt. televotues, 73% ka, sepse nuk është etalon matë, 70% që 73%. Nuk edhe votat pa vlerë. pra, Sigurisht ne mund të luajmë secili me mendimet, edhe ti edhe Por unë. që unë mendoj divizja fatkesisht nuk nominon dot më njeri, as për një moment. apo vetëm E di këtë. çfarë vetëm të mendoj, prime. kjo është lëvizja e fundit e Kristit që bën përhikjen. Tani se çfarë strategjie do ndodhi ose do vi Kristi, kjo i le për të parë. Se dhe kjo çështje sulmeve që po i bëhen, nuk besoj do ecën më. E di si e kam Lidhja i s'ka më krijon. S'kan me kë Po s'do krijon. kryo lidhje, po situata për mua ishte ky masragimi që bëri me Mirin, ka kuptuar që mund të ishte një zarfzi që mund ta përjashtonte nga loja. Dhe bëri këtë veprimin që t'i jepet një mundësi për të qëndruar në shtëpi. Jo. Po. Jo. Po Që ai ka shkelur gjitha rregullat ka shkel. Ai ka shkelur Rogerti për mua do kishte dalë ditën 3. Më fal, Për mua si Meridian. Meridian. Nuk jam më Tha vëmendje. dhe Kristi vetë që janë shkelur rregullat shumë Këtu janë shkelur rregullat shumë herë dhe ajo që Po më ju ka dalësh bërë nga mua shtëpia Monika se ke në Bibël e dalur nga Një shtëpia. sekond, kur nuk u ashtu, mund të ishte edhe një dënim, po prap nga vllai i madh o në një dhomë tjetër, o izoluar në një dhomë tjetër. Dhe kjo është bërë përsëritse sepse ky big me sa po shoh nuk ka më. E do që njerëzit të shahen, të bullizohen. Sepse bullizimi i parë Meridian, të lutem, ti e di shumë mirë, edhe Drini është bullizimi kur ti do të dish me këmbgulje siç ja përmend ai, çfarë gjinie ke ti. Edhe Selini ja tha shumë bukur. Çfarë halli ke ti se çfarë gjinie kemi ne? Ja, unë kam një gjini tjetër, kam një pëlqim tjetër për një gjini tjetër. Çfarë do të thuash ti i tha? Pra, Ore, dëgjoj se është edhe faji i Kristit. Se kur e pyet kaq herë, do me di çfarë përgjigje- gjinie. O vlla, do me di çfarë gjinie kam unë po. Hajde ta provojmë dhe jep ti një mendim si e kam Ajo është forma që zgjedh secili për të secili, ja, ai do nuk do ta, arrogancë. po nuk do do me ai ta arrogancë. nxjerri këtë lloj gjë. Ai e ka thonë, unë dua të Shohim çfarë luaj. do ndodhi me Kristin, por 45 minuta në prime, një orë e mori arriti çifti. pra, Jo, e mori çifti. çifti Po, Selin Miri. Domethënë gati 1/4 e Sa programit. ditë vajtëm me 50 sa me ditë këtë- çfarë? 58. 58 ditë Që me vde- këtë që kanë me këtë Me këtë telenovele. me këtë telenovela. Vitrina. Kur Që ti- ne e thamë po, që në kur fillim ti që të krevati jesh do po nuk Tani- mbaroi dje telenovela. Ma kishte mbaruar. Për mua vazhdon. telenovela do vazhdoj, po do vazhdoj në një formë tjetër. Ndoshta pa krevatin, por në Dashuri dhe urrejtje. Dashuri dhe urrejtje njëri në një. Le ta vendosim kështu situatën. Miri apo Selin ka të drejtë në këtë situatë? Domethënë si janë të vendosur Për personazhet? mua Selin është lojtare, për mua është lojtare shumë e fortë. Pse? Një moment ajo nuk doli asnjëherë nga vetja e vet. Çdo gjë ja thoshte shumë saktë atij. Dhe loja që ka vendosur Selin, sigurisht që Selinit i duheshe një. Po dhe lojë. Miri ja tha që ti tha pse të kam përdorur unë ty dhe ti mund të kesh përdorur mua. Po të dy kanë përdorur njëri Si tjetrin. Atëherë pse është Selin më e fortë? Është Selin më e fortë. si situata i kanë të dytë njëri tjetrit, kanë përdorur njëri tjetrin. Si situata, se edhe Selin, nëse nuk do ishte loja kërvatit me Mirin që në fillim, nuk do kishte dalë direkt në pa, siç dolën të dy. Nësa si lojtar jam unë dakord me Monikën që është lojtare më e fortë sepse është shumë e vëmendshëm. Nëse Mirin po e frenon historia e Selinit, pra e ka marrë gjatë gjithë kohës dhe nuk e le të fokusohet ke loja, Selin e ka fshirat e pjesë dhe e ka menën ke loja, është fokusuar ke loja. Është fokusuar te loja dhe ka në disa vende, nuk mbahet vetëm me Mirin, Miri mbahet vetëm me Selin. Selini ka dhe me Gjimbon, ka dhe me Kunatën, ka dhe me njerëz të tjerë, me Rogertin, ka edhe me Kristin. po, duhet Ka kuptoj. një vëmendje të gjitha Duhet edhe kuptoj, sikur e publiku, mbizotron po, atë Duhet kuptoj, shtëpi. publiku që është dhe votues, të jemi realist. Cilin nga të dy sheh që në këtë situatë i ka rëshkitur këmba, ka bërë një gabim në marrëdhënien mes tyre. Sepse unë e kam vështirë të ndahem mes njërit apo mes tjetrit, sepse Miri thotë që me të drejtë unë të kam pyetur ty kur do t'ikësh nga krevati apo do që të Kur dua unë thotë, pse do më pyesh ti do të jem unë tu. I ka thënë gjithashtu që unë nuk kam ndaluar të bësh ty asgjë, ndërkohë tim ke ndaluar mua, më ke larguar nga Lorna, ke larguar nga Lorea, më ke larguar nga personazhe të tjerë. Atëherë tregon, më fal, vetëm me këto që the, tregon që kjo është një lojtare shumë e zonja. Atëherë, pse ndolli largimi i Selines? Se harruam fare për një moment. Informacion tjetër nga jashtë. Pyetjet që i ka bërë Shëndrimi ishin shumë tendencioze për të kuptuar që ti duhet të ishe larguar me kohë.
Nice, dhe ajo Do janë të larguar për çfarë? Ti për larguar nga nga miri, nga krevati krevati. dhe nga Jo, pra, po miri. për cilën arsye? Po se po shikoj shëndrimi, shkeqën po në ta publik. vere par mbrëm, shëndrimi e mori veç Selinën dhe e pyeste. Atëherë nëse që po shikoj keq publik, këtu nuk ka fare miri asnjë lloj përgjegjësie për këtë Jo, situatë. mesazhi që i erdhi Se dhe miri Selinës, mund të shikohet keq Po, edhe dhe miri, edhe ajo është tha. mesazh, po ka Edhe ajo tha, vazhduar. domethënë kam një ishte grua. mesazhi që i erdhi prap, domethënë që babai jot nuk ka qenë dakord, ti se ke kuptuar mirë letrën, se nuk largohesh nga miri, pra ishin të gjitha këto ishin Po dhe mesazhe ajo e shumë të tha, forta nga dhe ajo jashtë. e tha, jo se kam kuptuar, tha, por unë kështu kam dash ta luaj. Tani kam ardhur në një fazë Po, tjetër. pasi e kuptoj, sepse po ja thoshte aq bukur, ai ishte gati, Unë- mos as i tha, Këtë moj gjëra- motër, jashtë po interpretohet keq, babai jot është totalisht Meridian. kundra dhe ti largohu. T'ja bëj Pavarësisht ja kanë thënë disa. t'ja bëj pak si Brikena. Meridian. Se vdes kur ja bën Se ajo bjonde kështu. jemi. Por, Vetëm po bolës unë jam ke. bjonde tjetër. Vetëm bolës. Ja bolja unë Meridian. afër, unë afër. Ke qenë ex po. Meridian, këtë gjën, ajo nuk është se dinte. Dhe gjithë kohën ka luftuar me këtë gjën. Unë them që Selinit i erdhi fundi i asaj gjëje, i krevatit. Pra Selini e mbylli etapën e parë, si thuhet në një film turk, u mbyllën 100 serit e Po. para dhe tani do fillojmë episodet e reja. Dhe episodet e reja Ma janë ndiqni. këto, më ndiqni tani. Okej. Po mi mos Më një ndjek të asnjëri ndjek. nga ju s'më puthi mua për Shën Valentin, vetëm ta në gëzua. Po pritni se s'ka mbaruar emisioni. S'ka mbaruar. Monika. Surpriza për ty. Puthet ne japim Gjan. vetëm në buzë, për shembull, nuk puthim në faqe. Në Nuk, puth, po me s'kujton nga se dalpi, s'puth, kalon a, njërë të faqja, pastaj Jo, shikojnë jo, atë jo, aktrimin s'ka të fare, nuk kaloj mas. Mafe ke. Pra e kuptuat që nuk Ua, po, e ke. dy çuna Ti. nuk arritën dot këtu të Monika, më mos puthi. provoko Monika, mos provoko, kaq. Dua ta sintetizojmë edhe një herë për të ikur pastaj te një tjetër situatë. Selin Mieri, më të sintetizuar. Kush është ngritur në lojë, kush ka rënë disi dhe si do vazhdoj Unë përpara. mendoj që është ngritur Selin dhe do vazhdoj të ngrihet Selin sepse di ta luaj shumë mirë këtë lojë. Sikur për mua një përkrahje të kishte Selini, për mua ishte. Dhe mos harro 23 vjeçë, nuk e di, unë e dua këtë vajzë. Ndërsa unë- Është luftarake, ka një qëllim dhe nuk do me ja ditë as për mirë. Ka bërë as njëri për- apo tjetri një gabim në marrëdhënien mes tyre? Gabim? Të dy mund të kenë atë. Për lojë jo, sepse kjo i nxorin pa të dy. Ndërsa unë mendoj kush ka marrë më shumë, unë shikoj si ato shkallat elektrike. Kush ka deri- fituar më shumë ke Unë marrë? shikoj si shkallat elektrike, gjithmonë Selin ka qenë para, mirë mrapa dhe po, gjithmonë i bi që Selin ka qenë lart. Lart. Ka necër njëkohësisht, po Selin ka qenë Pa gjithmonë i ka majtur akoma atë. e mban lojën te standardin Selini, e vet. nuk po del në një lojë tjetër. Në çdo prime ai po merret me Selinin. Po insinuoi Ledioni që ata janë akoma në lojë. Pa ato në lojë do ta janë. bëjnë lojën. Do me Pa, thënë, do ta a bëjnë i lojën. tha, më duket ta se jeni akoma në një... Po sepse dhe reagimi i Selinës dje nga ora 5:30 pas dite, pas Po. lagjes që kishte me Krisin me ujë, Po. ju afru shketi që reagon ashtu, çike këto reagime, Po, po. ai le të bëj që pra Selin vazhdon dhe Vazhdon shikon që me- e bëjnë lojën me njëri tjetrin. Ndoshta nuk mund të jenë më në thojza puçi nuk mund ta kenë më këtë pjesën e kravatit, gjë që dyshoj sepse janë shumë ditë aty brenda prap do Puçi. kthehen. Po këto Po si dihen situatave të ndryshme që mund këto gjëra që të kanë vinë. ndodhur. Por her që pas ajo here. gjithmonë e ka në vështrinë dhe gjithmonë i thot Por kujdes. ai u përgjigjen pyetje dje që shumë e kishin dyshuar pas ku si e kishte bërë, e pyeti vetë Selina, a ke ndjenja për mua? A ke pasur në E çfarë do thoshte Miri pas jo? pas gjithë atyre gjyqjeve që janë bë Mirit e pas gjithë atyre Jo, Po kuadër miri të- dhe atë të thoshte dhe pastaj Në kishte ikur me në të kuadër të shumtit. lojës, po them, në kuadër të lojës. Po në kuadër të lojës Dhe në ja kuadër të ktheu- lojës Miri tani me këtë luaj? Ja kjo është për të parë. me Selinën prap do ketë lojën edhe me Rogertin, Rogert Krist. Mund të ketë një Mos mas- femër tjetër në shtëpi që të afrohet tek loja e Mirit? Nuk besoj, Nuk edhe kjo besoj. Livia që hyri, nuk Ja. e di pse këto që hynë olla, këto hynë, e shohin se çfarë bëhet dhe nuk ndezin. Fare, Rrin ka ajo është hija vetëm këtë se kuptoj, më hy Baby G del. A mund Hy- të ndikojë Miri në ndarjen e Selin me Gimbal? Po. Po. Pa e filloi që tani, që i thoshte pas prajmit i thoshte Tanit, më duke Tani u zgjodh lider edhe i thoshte këtë çoje këtu, pa bëri një gjë që mua për Është- shembull faktikisht nuk më pëlqeu. Ka Më shanse duk shumë i Gimbal bisët. Selin për një çift? Jo, unë nuk e mendoj. Unë mendoj që prap Selini do ta mbaj Gimbon, se i duhet, është një djalë babaxhan, një Po. djalë i mirë, Okej. dhe i duhet që të vazhdoj lojën me, por që të kenë
kimin e aman me njëri këtë tjetrin kimi se na jo. çmendet Po nuk kanë, shiko, Aman se na bë kimia. po nuk kanë, nuk ndezi Si që nga lëndë, fillimi lëndë i përditshme Bikut dhe deri mësimore. tani, po nuk kanë, ore tani ai vë dorën, ajo ja heq. Ja, ti po të ma Ose të vërse mundsu ti. bëhem keq ku Po pra, po ti nuk ma hiq dorën, do Kur? vazhdoj dhe flas, ja. Ndërsa ajo ri me stil edhe Mos e hiq ja, dorën. po ku shtot Dgjoj. ajo, mos e diskuto fare aty dori do vdes. Selim pra shposa është e fokusuar tek loja. Është e loja Nuk ajo. besoj Do se- t'i përdori. Do t'i përdore. Po Do t'i normalisht përdori ajo dhe do po përdori. po të Po vini mirë, moment. keni unë menduar mendoj që njëherë është- që ky Gimbo mund të jetë ky duke luajtur? Se herë mendoj edhe këtë, që dhe ai sigurisht se do Dgjoj, vërtet. Gimbo loj është. Gimbo Gimbo loj po është lo po sepse los, po ai e që ditën vërtesin një që këta hyri, tjerët. ai hyri me strategji të shpalosur pëlqimin ndaj Selin. Pra ai kshu ata shoh kur hyri, nuk hyri për të thënë që unë do bëj loj këtë, ai tha, unë do Ka hyj, loj, po. unë pëlqej Selin, tha, ai ka thënë që në studio. Mhm. Pëlqej Selin, do shikoj Selin. Dhe aty për shembull ai do humbi. Po E tjetë, kuptoj. sepse kam përshtypjen që ajo do ta mbaj, do ta mbaj Do deri. jetë një treshe interesante kjo, Selin Gimbo Miri, nuk e di nëse do ju futet dikush tjetër në mes apo jo. Mos i bashkohet njëri këtij grupimi. Po kush do e fut? E vetëm aty? Krisi Do do fut jetë. Tankola. Te Miri, se te Selin Po s'futet. tani Ai është, pra tani derisa ku tani s'futet? është me atë tjetrin, do Tani futet me derisa kesh tani moj. me atë. Me atë tjetrin. Jo, unë tha. Po flasim për çift o Monika, se Për Jo, çifte, ai çka jo. në marrëdhënie. Ah, Unë okay, shkoja të grupim, thoja si grupim. marrëdhënie grit se pa jo më pas një s'ka. Se po mizerja. Ah. S'ka gjë, s'ka gjë. Dua të shoh me shumë dashuri, po dua ta shoh me shumë dashuri. Mua ma ka dhënë më shumë dorën. Dua ta shoh me shumë dashuri. mu ma po jep një herë mirë ta dish. me shumë çiftin e mundshëm. Un kam shumë besim që do jetë një çift ata të dy, Mateo dhe Brikena. O, zot. E di çfarë s'm ka pëlqyer deri në këtë ditë? Ah, Arroganca që ka filluar tregon Mateoja. Oh, Po, Pa. me banore. Edhe dje. Ofendime pra e ka shpalos fjalorin kështu në mënyrë të frikshme. po nga çfarë i Pra vjen? nga i quni i urt, i edukuar, Po. a kupton? Ja, dhe vezët bin to kthyen tash në këto momente, vetëm nga fjalët që ai përdor gjatë gjithë kohës. Po, Gjove se ka era filluar. veza. Po pse është bërë kështu? Pse mendoni që është Po sepse ka dalë që gjithkohës Prime, i shkruaj ide që jashtë është shumë i pëlqyer për faktin se po bëjnë të Po. lojën e çiftme dhe kjo nga një aty brenda të bën arrogant dhe pa kuptuar. Pa e kuptuar. Të duket vetja i paprekshëm. Pra kur ti fillon është si njerëzit që kanë shumë pushtet, Po. që mendojnë se janë gjithmonë paprekshëm. Dhe rrezon atë kur nuk e ka presin. drejt edhe që të mbrohet nga gjithë sulmet që mund t'i bën, Mirë, se po, nuk është për se kanë shembull, ja, ne po në nuk mund t'i Prime thush ishte tani, Edhe shumë, kanë vënë në lojë për marrëdhënie me Brikenën Dgjoj. apo ti me atë s'bën Dakor, gjë, nuk sa mund t'i thush afrohesh. tani tash gjithkohës o cop mishi, o E njëra pra, ato debil. Ajo është Domethënë, ajo është e shëmtuar. Ajo po, E për atë qarë, në momentin për që qarë ti se e hyri te përdor. krevati, e bon atë krevatin tërkuzdje. Ama mos ai krevati U mor dhe mua- mirë, eksperti i krevatit u mor me krevatin. Nice, Po, tash- mua ajo mu du kaq qesharakje për të marrë edhe për të hapur një Prime. U kuptua që ai ishte një gjë fani, një gjë domethënë nuk ishte për të marrë kaq sa filloi ai me ofendime. Vetë Brikena kam përshtypjen që e bëri ashtu. Brikena nuk e zmadhoi shumë se sa ky ishte ai që Duhet në të bien Prime. dakord për një gjë. O do luajmë, pra ne kur duam argumentat i quajmë për lojë, siç është dalja e Kristit, Po. kurse këtë nuk duhet ta quajmë për Jo, lojë. e quajmë Jo, për dakord, lojë, po mos po jo me mos ofendime ofendo, aq. dakord. Ai e nisi me ofendime dhe e përfundoi me ofendime sa nuk arriti për shembull të thotë një Se detaj. unë besoj që ti nuk e pranon që ka bërë mirë ajo Artani me atë. Po futjen ka e bërë shumë Po, mirë Artani. shumë Se i mirë. kujt ishte krevati. Në fund të ditës i kujt Për ishte? çfarë? Ka lidhje me krevat, ka lidhje me Jo ka aspektin lidhje, fizike. jo, Po- unë ula parë, mos hajde ti mula. Jo, po ta shikoje me vëmendje, Po ç'shmo tani ishte kjo- më përpara dhe Briki Ka i ishte. kam më- rapa, Po ose jo, jam jo, unë edhe aty. unë nuk jam dakord Atë me lojë do i këtë. kisha bo brikën e desat kisha dalë. Po. Kërvata në kërvatu. Kush Dhe- është shpika e dobët, ato do sulmon. Më falë qa do ti, do privatësi. Merë S'ka valigjën din nga privatësi shtëpia, aty. shkon në Shkon shpitata dhe zi do fuzë Ai- Zinin, Monikën apo mua. Ai u shtri Shku kështu mua be- vajti me vrap, as e preku, as e dhunoi, as i bëri asnjë Ama gjë. me Krevati prektani. nuk ishte i ti, sepse ajo zonja e nderuar ose zonjusha e nderuar Po. ka thënë që unë nuk dua asnjë njeri afër Në krevatit. fakt reagimi i Mateos ishte i tepruar. po Reagimi ndimi pra i po, Mateos shumë ishte i ofendues, tepruar. shumë ofendues dhe shumë. Dhe kishte arritur në një kështu vetëqefje. Që du dalin si meshë se kur ne jemi në mbrojtje të femrave, se jam i bindur që po të ishte as do kishe Ajo do një bëjë morë. gabimi më i madh, sepse nuk mbrojt femra duke. Duket sikur po fiton pikë në sytë e asaj zënjushës. Jo, unë mendoj Se që dje duke zonjusha tani, ledhatuar nga gjitha. zonjusha tani dhe Briki do filloj pak nga pak ta përkëdheli, njerë i jep dorën, njerë përqafon, tani më falni.
Më falni se vetëm budallin o publik mos u bëni se unë s'bëhem dot. Tani vjen ky djali. I jep tufën me lule. Ja dha. Tani si mund të kesh atë reagim dhe t'i japësh dorën në një distancë të tillë. Po të lutem, nuk pranoj do të ofendohem. Prandaj publiki i nderuar mos u ofendoni, jo më ishte edhe kështu. Po edhe qumshtin kur e ze kos mas shumë kosh që është ngrofe, zon kos shkretën ato kanë kaq shko, mu not kjo marr. Më lule, zeve sa dush kos bio. Tani bëjmë sa mua bete, sepse edhe briki tani duhet të kuptoj një gjë. O do ri, o do vazhdoj, o duhet të dalë, o do vazhdoj potri. Me kë të vazhdoj? Me këtë do vazhdoj. Do ketë posiblia se mundësisht një marrëdhënie mes tyre? Të sforcuar për hir të ikurit lart në... Po, Brikena është e botëri që mos e këput për t'i tërgu publiku që ja unë po jap një mundësi që ju me mbani akom në shtëpi se unë do jap mundësi ti që nuk telenovele edhe këtu. Kjo nuk është mundësi. Kjo nuk është mundësi dhe publiku nuk është kaq budalla sa ta haj këtë mundësi. Për atë mundësi nga distanca edhe ai përqafimi që ky të hoqjer që e pranoj kjo, hajt më arritje është. Po çfarë arritje hajt edhe një pateric tjetër. Kjo është me pateric. Sapo kujtova se kush është një nga aleatet e forta të Kristit në shtëpi është Brikena. Sepse Brikena ishte e vetmja që u çua dhe priste të dera aty për dalë ai nga shpella. Jo, po është një veprim që tregon. Po Brikena dhe Selina kanë ke thënë apo jo? Është sikur ti thush Ramës kërko aleat me këtë kryetarin e pensionistëve, çfarë ky Shkodrani. Po një ta gjë pra, sa fut Ramën dhe këtu të jo, e kam tek aleanca, aq i fuqishme është Brikena për tani mund Kristin Loj sa nuk ndikon fare. Ore Kristi ka edhe Selinë, edhe Brikenën i ka me vete. Absolutisht. Po tani këta janë të fortë të këtë bik, tani. Kush Kristi, Brikena, Brikena s'është fort fare. Po Brikena është faktor, është çdo plan. Se ka historinë pra. Unë për shembull nuk e quaj historinë. Se do ndihmoj Kristin pas. Po pse Kristi është i fortë i hyper nga muri? Kristi është i fortë pak në debatet i bën Kristi me gjithë. Po debatet është i fortë ai. Në debatet ball nuk e ha dot Kristin. Atëherë Kristi ka nëse do ta masin forcën me sa ko del në prime, atëherë janë gjithë njësoj të fortë. Senaldo janë dy djem që kur përballesh me njëri tjetrin e kanë argumente. Zuarësia ka forma ndërsa këta janë vetëm ofendues. Zuarësia që Brikena ka është një lloj forme femërore dhe ka gjetur këtë formë për të qenë përpranishme në prime. Jo, Brikena po shet një gjë që në realitet për mua nuk është. Brikena ka hyrë për të shitur me ca normë. Pa është në prime çdo herë. Po është shiko, nuk është në qoftë se ti e do atë djalë ose ke një pëlqim ose nuk e do fare. Më mirë thuaj jo. Pse mos e dina, pse dhe Ina përballe. Po si ishte dje Rogerta? Po s'kishte, nuk ishte ashtu. Po ishte pra se e hapa me krevatin e Mirit. Dakor, pra do të them që rëndësi ka sa kohë del në prapa ai krevati Mirit është. Megjithatë unë them që po afrohen të dy, e kam parë dhe këto komunikime dhe ai e fton të afrohet në krevat. Ky do jetë afrim me paterica. Një që mbajt në paterica, njëri tjetëri. Si ka të ecësh të paterica? Po, do ecësh, por nuk të jep atë kënaqësinë e një çifti si që kemi parë ata çiftet e tjera të bukur të mirë, po se japi janë shumë larg. Ai do filloj tani, më fal, se unë e pëlqeja shumë atë këtë ose pretendusin e Brikenës, si e ka tani se Mateo. Unë e mendoja dhe është një djali bukur, pretendusin një djalë të bukur, të mirë, pajësor, tani ky, nga që nuk do ketë, do acarohet dhe do filloj të flasi si që foli për mirin. Do filloj, ama ti, burë, ama këta lacët, këta burrat, këta djemë që fillojnë dhe flasin në publik, amër ti pusho, ti kadunar, ti ignorant, ti... Po kam qefat, shikoj edhe një... S'kam për të e që gjatë, bile zofrishe. Sepse du me paqe këtë reagim Mateo, se që do arrit kemi një lidhje bashkë. Nuk e di pse pa do ndryshë, nëse ato do ke një lidhje aty bashkë brenda, kam një përshtypje që Mateo do ndryshoj komplet pastaj njërën. Mateo nuk ka se si të ndryshoj që... është për të parë, por rëndësi ka që Mateo në qofë se do vazhdoj prajmet e tjera, të vazhdoj të ullërasi. Dua një koment shumë të shpejt vërtet për një dyshe tjetër që nuk janë çift, po janë gjithkohës bashkë, Mali Stenaldo. Do më thënë, duket sikur janë lojtar, duket sikur përfshihen, po janë aktiv. Mua më pëlqejnë ata. E kanë shtruar rrugën e tyre, dhe ata, apo? Ata e kanë shtruar, ma duken çuna shumë të mirë, çuna pozitiv,
ai mali kur do i vërvitet atij mirit se se onep do Vetëm të se ka fare. një marrëdhënie shëmbullore në mënyrën si lëvizin, si ngrihet mali, si Ai shkon direkt, domethënë ata ngrihen. Kjo është Ekselente. tipike kur Mu pëlqen. kur dy personalitete, dy karaktere janë pothuajse të ngjashëm me njëri tjetrin, gjen njëri tjetrin, janë si puna e Edhe dinjakëve, kujdesi, ëh. Okay. që kanë gjetë njëri tjetrin në mënyrë se si e lozin, janë shumë të drejtë për drejtë në lojë, pra Edhe ka kujdesi lojtar është për. të pistë, ka lojtar që bëjnë hile, ka dhe lojtar që do mundohen të ecin drejt ashtu siç ato mendojnë siç. Mirë, dua tani që të bëj një falënderim shumë special për klinikën Eteris, e kemi falënderuar edhe herë tjetër, por do ta falenderoj edhe sot sepse ka ardhur një trajtim revolucionar që e përdorin yjet e Hollywoodit për t'ju dhënë një rini të përjetshme, por një rini që nis nga brenda. Është terapeutik plasma exchange që pastron plazmën nga toksinat, ul inflamacionet, ngadalson plakjen dhe rikthen energjinë e pastër të trupit vetëm tek Eteris Clinic dhe Hospital, kështu që është një alternativë që duhet patjetër që ta shfrytëzoni, ta merrni në konsiderat, të pyesni stafin e klinikës dhe të shkruani në Instagram, në faqen e Instagramit për të marrë më shumë informacion. Mirë, ecim më tej tani me të tjera argumentat të postbigut. Shumë shpejt Juela, çfarë po bën? Po merret vesh Juela Rogert kjo marrëdhënie. Unë mendoj që drejt daljes është, nuk ka më çfarë t'japi në. Juela po ma nisi. Kush del më shpejt Juela apo Ina? Jo, Juela, për mua, Juela. Ina për mua është akoma lojtare. Por mua Delina, unë kam parë figur këtë lojë. Duket se Juela na mbron Rogerti, është. Po sa Rogerti ka thënë që kur të dalë Juela do dalë dhe unë do zoti del Juela. Në këtë fazë të lojës, kush janë 5 finalistët për ju? Miri, Selin, Stenaldo, 3, Rogerti, 4, kush është? Kristi? Se do ai Kristi. Jo, nuk është se dua, po unë Kush mund të jetë? dyshoj që Kristi do shkojë deri në finale vetë. Brikena apo Mateo, njëri nga të dy? Asnjëri as tjetër. Brikena, nuk është? Asnjëri as tjetër, jo. Nuk ishe as Brikena as Unë Mateo? mendoj Kristin, unë mendoj Selin, unë mendoj Mirin, Stenaldo dhe jo, këtë Rogerin po. Kjo mos të duket që në finale mund të jetë me 4, ëh. Po me 4 do Po do shohim kush do hyj prapë, se më duket do ketë hyrë 3 prapë. Me 4. Do ketë hyrë 3 akoma? Më duket se po. Unë këto 4 shikoj deri tani, nuk të pestin këtë Rogerin jo një. Sa më larg. Ose ndoshta pasaj unë vazhdoj të jem akoma klasikja. Nxirri ato lulet, ku i ke? Çokolata, lule, ku i kem çeur aty? Ku i ke? Në qoftë se nuk e një gashu? Mbylli syt, dëgjoj, mbylli pak syt. Mbylli syt Monika. Mbylli syt. E gati? O qatë e puth me Monika, sa ka një të Monika. Jo kësjetla me drejt, që e Jo, e bra këtu të zemra, ja. Këtu e futë dorën se Jo, po, Kjo nuk është këtyre tufave me lule kot, tufa me lule i kanë sjellë Cali. Nuk i bën më përshtypjen e pranisë se bom. Po më mirë se këto desha. Gjithë pallat e brigadave do ishte mbush me lulet e Monikës. Dhe në fakt do ishte i vogël në pallat e brigadave. Nuk e di, po ju falenderoj shumë. Do ta marrë dhe do Gjuna i vej këto Dasara dy. që s'kapi. Lere, iku. Po ka ajo kush. Dasara do e ketë kapu drinoj shumë sa shqipras të Është lodhur, prandaj s'na erdhi. Dasara, Dasara, erës tjetër. Hajde, ciao. Ciao.